Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Genseko, prezantoi raportin e tranzicionit të Bergzhit, ku tha se prodhimi i brendshëm bruto u rrit me 4% në vitin 2024. Seko u shpreh se politikat industriale që duhet të ndërmarrë vendi ynë duhet të jenë të harmonizuara me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ai u shpreh se rruga për rritjen përmes sektorëve tradicional është vështirësuar. Në vend të saj është shfaqur një mundësi e re, eksporti i shërbimeve të digjitalizuara. Për më shumë se 2 dekada, në Shqipëri dhe rajon u kemi dhënë përparësi reformave strukturore që ndërtojnë institucione të forta, përmirësojnë klimën e biznesit dhe krijojnë një ekonomi të hapur dhe konkurruese. Këto reforma kanë kontribuar në një rritje ekonomike mesatare prej 3.5 deri në 4% gjatë 5 viteve të fundit, ulje të papunësisë në nivelin e 11.3% në 2024 dhe një rritje të konsumit privat prej 7%. Këto reforma kanë qenë dhe mbeten thelbësore, por sot nuk janë më të mjaftueshme. Sot përballemi me një realitet global krejtësisht të ndryshëm. Tensionet gjeopolitike kanë shkaktuar një rritje prej 30% në kostot e zinxhirëve të prodhimit, të furnizimit që nga viti 2020.